Për herë të parë parashikohet që Shqipëria të ketë një regjistër elektronik kombëtar për donacionet dhe sponsorizimet. Ky regjistër do të jetë i aksesueshëm nga publiku në çdo kohë në faqen zyrtare të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve për të dhëna që lidhen me donacione dhe sponsorizimet e organeve publike. Kjo është risia kryesore e projekt ligjit për donacione dhe sponsorizimet hedhur për konsultim nga qeveria si pjesë e paketës së ligjeve në fushën e antikorrupsionit. Projekt ligji përcakton rregullat dhe procedurat për mbështetjen me donacione dhe sponsorizime në realizimin e veprimtarive me interes publik. Në lidhje me lehtësitë tatimore, projekt ligji parashikon që subjekteve, persona fizika juridik që paguajnë tatim mbi fitimin sipas ligjit për tatim mbi të ardhurat, shuma e sponsorizuar u njihet si shpenzim i zbritshëm jo më pak se 3% e tatim fitimit. Gjithashtu, projekt ligji synon rregullimin e lehtësisë tatimore dedikuar për sponsorizuesit që kontribojnë në fushën e artit, sportit ose kulturës përmes zbritjes direkte deri në masën 30% nga tatimi mbi fitimin. Projekt ligji vendos kufizime për të pranuar sponsorizime për disa organe publike për shkak të natyrës së tyre të veprimtarisë. Organet e sistemit të drejtësisë, policia e shtetit, organet që kanë kompetenca kontrolli dhe mbikëqyrëse në fushën e prokurimit publik, pastrimit të parave ose luftën kundër korrupsionit, nuk mund të pranojnë sponsorizime nëse nuk i lejohet shprehimisht me ligj të posaçëm. Në lidhje me donacionet e organeve publike, projekt ligji parashikon rregulla të posaçme për pranimin dhe administrimin e tyre kur vlera financiare është mbi 500.000 lekë. Për organizatat jo fitimprurëse, organizatat sportive, shoqëritë sportive, subjekte tregtare dhe individ, fshehja e të dhënave në regjistër ose deklarimi i pasaktë i sponsorizuesve përbën kundravajtje administrative për organizatën dhe dënohet me gjop nga organet tatimore, e përbën kundravajtje administrative dhe dënohet me gjop nga organet nga 100.000 lekë deri në 200.000 lekë. Pranimi i sponsorizimeve të paligjshme nga organizata jo fitimprurëse ndëshkohet me gjop nga organet tatimore nga 200.000 lekë deri në 300.000 lekë. Në rastin e pranimit të sponsorizimeve të paligjshme nga organizata jo fitimprurëse, organizatat sportive, shoqëritë sportive, subjekte tregtare dhe individët, është parashikuar se përbën kundravajtje administrative dhe ndëshkohet me gjop nga organet tatimore nga 200.000 lekë deri në 300.000 lekë. Projekt ligji është hartuar në kuadër të detyrimeve që sjell procesi i integrimit evropian, ku Shqipëria ka marrë përsipër angazhimin për ndryshimin e kuadrit ligjor për donacionet dhe sponsorizimet brenda vitit 2027. Shqipëria miratoi ligjin e parë për sponsorizimet në vitin 1994, por ligji ka nocione bazë të kufizuara për sa i përket llojeve të sponsorizimeve, si dhe nuk ka parashikime për donacione, transparencën, integritetin dhe masat antikorrupsion. Në këto kushte u konsiderua i vlefshëm miratimi i një projekt ligji të ri dhe jo amendimi pjesëshëm i ligjit të vitit 94 në mënyrë që të adresoheshin këto boshllëqe. Sindikatat dhe partitë politike nuk janë subjekt i këtij projekt ligji. Nga ana tjetër, projekt ligji nuk krijon bivendosje në kuadrin ligjor në fuqi për pastrimin e parave, luftën kundër terrorizmit apo parandalimin e konfliktit të interesave, por përforcon masat e integritetit e përmban një sër rregullash që synojnë të rrisin transparencën dhe besimin e qytetarëve tek organet publike. Në vazhdon e këtyre ndryshimeve ligjore, konsiderohen të domosdoshme ndryshimet për sponsorizimet e kryera në fushën e artit, kulturës dhe sportit.